Ministri e Arsimit dhe Shkencës Vesna Anevska në takimin e sotëm me përfaqësues të institucioneve të ndryshme arsimore dhe partnerë ndërkombëtar të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ka njoftuar se ka filluar hartimi i strategjisë së re arsimore, e cila do të jetë e vlefshme nga viti 2026 deri në vitin 2032. Ajo tha se dokumenti duhet të sigurojë vazhdimsinë e asaj që ka qenë mirë deri më tani, të modifikojë atë që nuk i ka përmbushur plotësisht dhe të mundësoj integrimin e trendeve dhe standardeve të reja globale arsimore. Strategjia do të përqendrohet në sigurimin e qasjes së barabartë në arsim cilësor për të gjithë, përfshirjen, kujdesin për shëndetin e mirë mendor dhe fizik të të rinjve, harmonizimin e politikave arsimore me tregun e punës, digitalizimin, shkrimleximin digjital dhe mediatik, si dhe zbatimin e teknologjive të reja. E pyetur për shkolla që zbatojnë mësimin në një ndërim, Anevska paralajmëroi që gjatë muajve të verës do të punohet në zgjerimin e kapaciteteve të shkollave për t'u mundësuar nxënësve mësimin në një ndërim. Diku rreth 150 shkolla e kanë implementuar mësimin në një ndërim. Gjatë verës do të kemi aksione të mëdha të rikonstruimit të klasave. Do të fillojmë me ato shkolla të cilat për të zhvilluar mësimin në një ndërim kanë nevojë vetëm edhe për 2, 3 apo 4 klasa. Ai plan tashmë është zbër. Momentalisht nuk mund të ju tregoj se cilat shkolla konkrete, por ka shkolla të tilla edhe në Shkup, po edhe në qytete tjera. Anevska tha se Republika e Maqedonisë së Veriut duhet urgjentisht të zbatojë ndryshime të mëdha, duke pasur parasysh, siç tha ajo, se edhe Komisioni Evropian ka bërë vërejtje për zhvillimin e ngadalë të arsimit në vitet e fundit.